larg, madje për te syve tu. Vetja është oqeani më i thellë e më i pafundit. Filozofë të ndryshëm, Hegeli, Kanti, gjithë, ka thonë nuk është e rëndësishme me njoftë kozmosin, me njoftë planetet, por është e rëndësishme me njoftë veten. Në momentin që një veten, një thellësi e qenjes tonë, e një kapacitetin tonë, që njeri është i pajisur me gjitha gjona, universi, ti dhe me thonë gjitha sfida ju bënë bollë. Vetja është oqeani më i thellë e më i pafundit, nëse me ke një vetë. Se na në jetën e përditshme esim së na bull. I shikojmë gjonat në sipërfaqësi, i shikojmë gjonat në dukshmëri, jo në thellësi. Ne nuk e njohim veten shumë. Nuk e njohim veten se njeriu është kur e krejë vetvetes edhe njeriu është ai që mundet me çu veten në pedestal, po mundet me fundos veten. Në momentin që bën gjona të këqija ti e ka fundos veten. Je kundër vetes tonë. Do të mundohesh ta shikosh veten, por ajo është shumë larg, madje për te syve tu. Vetja është oqeani më i thellë e më i pafundbir. Aty ku shfaqen magji, aty ku edhe misteret e enigmat e kohës mund të gjejnë zgjidhje. Enigma do të thonë nëse diçka për neve duket e parritshme, nëse ti e një veten edhe një aftësitë e tua dhe afinitetet e tua, ti mundesh me arrit. Po nuk arrit këtë të kapërcesh, nuk mund të jetosh mirë. Nuk mundesh me jetu do të thonë i lumtur nëse nuk mundesh me lënë gjuhën pas, sepse jeta njerëzore është me lënë qëllim. Ne jemi ardhur në këtë botë me lënë diçka të mirë. Dhe këtë ti përpiqesh ta bësh përmes vargjeve, përmes shkrimeve, përmes artit, se tregova mirë edhe me arte të tjera. Po, këtu doja me muzikë apo? Po, me muzikë. Shofim këtu e keni në piano, apo? Kom përfundu pak edhe për solo këndim, po ma shumë për piano. E ke solo këndim, ke provu, do me thonë, me dalë në treg, apo vetëm për? Në fazë fillestare. Në fazë fillestare. Mirë, po dëshira tjera, pun tjera ditore tuja, si janë të lidhura? Çfarë bën tjetër për posë që shkruan? Përveç shkrimeve... Se shok tu edhe certifikata që keni marrë. Po, ka marrë mirënjohje, dhe më thonë, vlerësime në Spanjë, në Indi, këtu në Patruja Shqiptare për djetë. Sepse këto ke marrë pjesë me ndonjë shkrim tuajin dhe je... Po, patjetër. Është revista, do më thonë, Azahar, që në Spanjë, që disa vite që... është përkthy, shkrimtaria juaj është përkthy. Është përkthy, do më thonë, edhe në Itali, edhe në Angli, edhe në Spanjë. Dhe ku marrë gjitha mirëjohet, po... Ti bëjmë pak më qarta dhe të publiku, disa prej këtyre njojeve. Zakonisht nuk rri pasiv. Momentalisht rrjetet sociale nuk jem të i përdor si ma herë shkoku e angazhime, po kam një kanal në YouTube. Aty publikoj gjona që mënej se i konsideroj që mundët së të kubë dhe mundët një avon hakën. Aty publikoj ko pas kohë shkrime, arritje, publikoj instrumentale, muzikore, shka do që dikuj mundet me hynë punë, me mësu edhe kanë gratis. Do më thonë ti përpiqesh të hysh në treg edhe përmes shkrimeve edhe përmes muzikës, bësh një artist më i kompletuar, a?